Po jemi në një javë të re, në një ditë të re në Rrezë Dielli. Në ditët e sotme, ne do të bisedojmë me doktor Ylli Merian për një lule e cila është më tepër se sa një bimë në natyrë, është një cesar në fakt, e cila trajton dhe shëron disa prej sëmundjeve kryesore të lëkurës. Bëhet fjalë për kalendulën, e cila ndryshe mund të quhet edhe lulja e diellit. Çfarë vlerash ka kjo lule e bukur dhe si mund ta përdorni atë në shtëpinë tuaj për të trajtuar disa gjendje të caktuara për lëkurën kryesisht, por vetit e tjera dhe benefitet e kalendulës do t'i mësojmë pak më vonë me doktor Ylli Merian, ndërkohë ju presim edhe të na telefononi. Kemi horoskopin javor me Jorgo Pullën, astrologu do të flasë për 12 shenjat e zodiakut, gjithashtu dhe recetat që ka menduar Albana për ditën e sotme. Uroj dhe shpresoj të jetë një javë sa më e mbar për të gjithë ju, kështu që le të fillojmë njëherë me gatimin. Si të kam, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Si është dita jote sot? Kemi receta me ngjyra. Po shoh që kemi... Në më të mirën e mundshme. Kjo është moto e ditës time e përditshme. Kjo është. Çfarë kemi patlıcan. Duhen po shikoj dhe di që më mungon ka diçka, apo jo. Patlıcan tigan. Që duhet karota, domatja, normalisht ku është qepa është hudhra, ku është kripa është sheqeri, ku është sheqeri është piperi, dhe unë kam zgjedhur këtë piperin 3 ngjyrësh, sepse japin atë shijen e ndryshme. Do thoni ju është piper, po patjetër pjekja më e lartë, më e mesme, dhe ky piperi kuq që e kam thënë dhe duket disa sa herë do të ta them, që është për në përgjithësi që vendoset në ëmbëlsira dhe rrallë herë në gatim ose në pije. Patjetër që shoqëron kanella me gjithë elegancën e saj që e kam në shkop, por e kam edhe në pluhur. Pluri më tepër përdoret tek ëmbëlsirat dhe shkopi kanellës është për mos të dhënë atë shijen e fuqishme në gatim në krip. Dafina është gjithmonë ku është dafinë është paqja dhe kështu i japim ato aromën karakteristike të gatimit, duke e freskuar gjithmonë me bimët aromatike. Kush kam në pa bimët aromatike? Që sot kemi edhe në energjikun shtesë, përveç kopër majtanës. Mund të përdorni për zylokun, patjetër që i pranon, i përqafon. Po, ka një përqasje shumë të mirë ndaj gjithë bimëve aromatike. Normalisht edhe ujin që unë e vendos në gatim. Tu kam patlıcanët, mbasi i kam lënë në ujë dhe krip, i kam tharë patjetër para kohe, dhe tani bëja të finalen e fundit fare, dhe sa të përthithen të gjitha lëngjet. Çfarë ka ngelur, pak krip ka ngelur patjetër, po që duhet. Dhe i vendos, përpara shtoj edhe pak fare vaj bimor, nuk përdor gjallë, po vetëm vaj bimor, dhe përse i shtova sepse më ishte ngrohur shumë vaj. Shikon? Nga lëgështia që ka, tani këto janë perimet e stinës, duhet thënë, dhe me këto duhet të sajojmë, krijojmë receta për drekat tona, që të marrim sa më shumë prej tyre. Edhe pjesën tjetër, edhe siç e pat. Ja. Pra jam rehat nga stërpikat e vajit. I japim një përzierje, dhe e dim shumë mirë që patlıxhani është i punë aty sfungjerit, që e thith vazhdimisht. Normalisht edhe kemi edhe kërpudhën të tillë, por jo sa patlıxhani. Patlıxhanin e kam prerë në shirita. Nuk është se si duhet presim, kam karotën që e kam prerë në kubik, sikurse dhe domatet, siç e shikoni, te domatja e kam prerë pak mesatare e kam prerë, që unë të kem edhe shijen. Patjetër që unë e harrova që mua më duhet vera kuqe. Nëse ju nuk keni verë të kuqe, patjetër dali se kom qa mund të marr unë për të kompensuar verën e kuqe? Në një uthull. Mund të marr uthull të kuqe, po mund të marr pak ponti, tu. O njërën o tjetrën. Ka një densitet të plotë dhe... Ja, mund të shtoni dhe këto të dyja. Jep shihet të veçantë. Patjetër ne themi tradit. Ne duhet të ecim edhe... Është njësoj, qyteti dikur kishte shtëpi përdhese. Ne kemi akoma nostalgji për qytetin që u ritëm ashtu siç ishte. Po të më pyesësh më, them si ishte dikur Tirana.
Po ja, nuk është ashtu, sepse edhe ne rritemi. Përparon ecën. Ne ndryshojmë veshjet çdo ditë, ndryshon pesha jon, kështu është qyteti, kështu është edhe gatimi. Pra duhet të përshtatemi. Pak më ndryshe. E shikoj, sepse unë nuk dua që të skuqen, thjesht sa të marrim të zbuten, të marrin një ngjyrë. Të zbuten, shikoja. Dhe besoj se nuk më duhet kaq vaj. Nuk më duhet kaq vaj. Vajin do ta limitoj. Dhe sa të thot Niki produktet. Ai sa na duhet do mbajmë për të karudisur pjesën tjetër të perimeve. Pra në tryezë kemi patlıgjanët të cilët I zbutëm, kemi qepën, kemi karotën, domaten, hudhra, piper të zi 3 ngjyrësh, krip, pak aceto, kanell dhe dafin. Kjo janë përbërësit që po ndërtojmë këtë recet, pra një meze me patlıgjan, meze të stinës, një meze e cila do të aromatizohet me bimat aromatike, me kopër, me majdanos, me nenexhik, ose me një nga të treja këto, ose me 2 prej tyre. Edhe të shkruar recetën e keni në ekran, pra merrni për një familje mesatare, 4 patlıgjan mesatar, 2 filxhan çaj vaj lule dielli, 4 luggjelle vaj ulliri, 1 qep, 1 karot, 6 thelpinj hudhra, 4 gjethe dafine, 3 deg borzilok, 3 deg koper, 2 domate, gjysmë luge çaj krip, 1 majluge kanell, 1 majluge sheqer, gjysmë filxhani kafeje verë kuqe, piper të zi, ose treshen e piperit, të kuq, të bardhë dhe të zi, dhe 2 lugë gjelle stika pishe, që kjo është e fundit dhe është sipas mundësive, është opsionale. Stikat e pishës unë, mendoj të zëvendësoj arushin e thatë. Me kumblën. Po. Me frutat të thata, I shkon jashtë masi I shkon. Pra të vëm një dorë pak më, të qepa, do të shtoj. Pak sheqer. Sa për atë karamelizimin, ju mund të shtoni verën, mund të shtoni të gjitha çfarë produktesh, unë thash, sepse e pranon pak. Ja. Aceto, ponti, që vjen në 3 përmasa, si që shihni, ka një densitet për të admiruar, se ky kremoziteti të bën që ta përdorësh dhe ta shijosh, ka dhe në shijen, mund ta shtojmë edhe sojën po të duam, ose atë klasiken. E di pse I shkon? Dhe sojën. Vetëm ne do ta kemi kujdes të kripa. Pra unë kam shtuar, pra unë vendosa që është në glazur, që është pak më e trash, nuk ka aq krip të theksuar, sepse përderisa kanë vendosur frutat e thata, që vendosur rushin, pa e vendosur fare në ujë që të zbutet. Ja. Dhe është kjo ngjyra që shpesh herë ju I shikoni në TikTok-e apo në faqet e tjera, ja. To janë përbërësit, dhe pse përbërësit nuk I tregojnë, sepse nuk ka shans që sheqeri të hapin në këtë ngjyrë, sa do të karamelizohet. Karamelizohet në ngjyrën e hapur. Por, është një lloj... Se janë ato videot që ti ke të gjitha produktet, ja bën kështu dhe gatua me njëherë. Janë të bukura ato videot. Lëshon një aromë shumë të këndshme. Kush e lëshon aromën? Nëse ju do të përdorni sojën... Soja, është kremi sojës. është tepër e dur. Do të shtoj karotat, sepse është produkti që ka forcinë më të madhe. Po. Pak ujë nga bimët aromatike. Ja, e lë këtu. Do vendos kapakun. Ti lëm të zbuten. Dhe do merrem me hudhrat dhe me bimët aromatike këtu. Patjetër që do t'i shtoj kanellën, sikurse dhe dafinën. Hop, I largoj. Unë do të vendos 2 thelpi hudhra, për hir të vërtetës kam vendosur 2 patlıgjan aty, sepse nuk më duhet edhe më tepër, e dim shumë mirë. Ja. Dua që të jetë aroma,
nuk dua ta bëj pelte. Super. Në varësi të sa patlıcan do të përdorim, në 4 patlıcan kemi 4 thelpi hudhra, në 2 pra i bjen 1 hudhër për person. Po. Do ta lëm derisa të bëhet pelte që nuk ndihet. Në fund do të kemi rezultatin e një meze që do ta ngjyejmë. Do të shtoj 5-6 kokra piperi. Nëse ju nuk dëshironi kokrat e piperit, mund të shtoj pakës fare ja. Unë një prekje që ti përdor të dyja. Çfarë arome që vjen, do të marr. Mi shkon shumë mirë. Koper. Ja, është këtej. Është biles i ka marrë nga fshatari. Ka me një të voçkët. Bravo, këtë po kërkoja. Pra normalisht kuptohet që kjo është e marketit. Dhe kjo kopera e baçes. Larje shumë e mirë, me sot. Do thoni ju përse nuk unë i vendos sërish llastikun, sepse më qëndron e mbledhur dhe në prerje është akoma dhe më e mirë. Duke e lënë ujë me sot, bëhet shplarja e mirë dhe e përdorim më kollaj. Do të përdor gjysmën. Kopra është shumë qetësuese, jep një lloj qetësie dhe gatimit, se edhe nga vetë fjala kopër do të thotë qetësi në le themi etimologjinë e fjalës. Plus që i jep shumë shije gatimeve tona. Tjetër. Vetëm du ta shtojmë nga fundi, nuk do ta lëmë që të ziejë shumë. Gjithmonë gatimet kërkojnë gjysmën e erëzave të bimëve aromatike në fillim, dhe më pas në fund fare për t'i dhënë atë freskinë. Për t'i dhënë atë freskinë, unë do të shtoj domatet që kam shtuar dhe sheqerin pak më përpara, që të ul aciditetin. I heq. Lëri këtu, s'ka problem. Ja. Të lëshojnë të gjithë aromat që të jenë në një të vetme. Çfarë vjen era? Janë të forta aromat, më thënë drejtën. Me zde. Vjen era me zde. Perimet janë baza e kuzhinës. Se patlıcanët. Edhe patlıcanët e zbutur. Filloj dhe rregulloj masën e kripës. Edhe pakës. Kaq. Do t'i them dorës, stop. Se hodhëm edhe soj. Plus edhe patlıcanët kishin krip. Që kështu. Lëm tani në rehatin e tyre. Ishte edhe pakës ujë. Edhe pakës ujë dhe jemi. Ujë nga bimët, lërin i bimët në ujë që t'i japin atë ekstraktin e tyre. Dhe më pas nëse doni shumë mirë dhe mund t'i konsumoni. Por, patjetër mbas një larje shumë të mirë. Është domosdoshme kjo. Shtoj edhe gjysmën e bimëve aromatike. Dhe tani po. Tani u qetësua dhe tigani. Edhe Albana. E lëm kapakun, shkëputemi për pak, për mesazhin promocional të ditës nga Prostatol dhe rikthehemi me recetën e dytë. Ja rikthehemi për një tjetër recetë. Jemi në kuzhinën tonë të Reze Dielli, përgatitëm një meze me patlıcan, hape pak kapakun Albana, që të tregojmë edhe përbërësit për ta përmbyllur punën me mezen tonë. Do ta ulim dhe pak temperaturën, dihet aromat dhe shijet janë të fuqishme aty. Edhe për shkak të kanellës, edhe për shkak të bimëve që shtuam, edhe perimet gjithashtu. Ja, me qëfar e gatua mezen me patlıcan, përpara se të kalojmë tek receta tjetër për ta përmbyllur, sepse do t'jetë më pas edhe në kanalin tonë në YouTube, me emër Reze Dielli. I keni në ekran, keni patlıcan të prera në shkopin, keni vaj lule dielli gjithashtu dhe vaj ulliri, një qep, një karot, hudhra, dafin, porzilok, koper, domate, krip, kanell, pak sheqer, pak verë të kuqe ose krem balsamik, piper dhe nëse dëshironi mund të shtoni edhe stika pishe. Nëse nuk i keni, Albana ju dha variantin për t'i zëndësuar ato me rrush të fat. Tani do të kalojmë përsëri tek
receta grafike, receta e dytë. Çfarë gatuat? Kalojmë ne, po, dhe sot kalojmë, përpas të kalojmë receta e dytë, ama ne dim shumë mirë që kemi qef bijuterit. A i Do kemi. mos ke vajza këtu. Mos më thuaj që më kem, apo jo, s'qen kanë të Të mia. tua, ti ka marrë në garderoba. Jo. Si ka marrë I ke fare. përzirë, se nuk janë të gjitha të mia. Pas kem le gjitha zonjave për dallë. Atëherë, këtu kam ketchup. Çfarë do bësh? Do i gatim. Ja, një gatim. I lë të përzihen. Në ketchup. Kur ato nxjihen, ë? Kur bijut na nxjihen dhe Ne marrin. nuk do presim që të nxjihen, se po nxjihen unë. Me mirë, Nuk i ato- sos. E shkoj edhe argjendet e mira nxjihen, ë, me kalimin e kohës nëse nuk përdoren, se I lëm këtu. Do të shtoj uthull. që nga kjo metodë kështu me Po të kesh pontin e mos të shkoj mendja për gjëra të tilla. I jap, derisa edhe pak. Stop, them këtu. uthulla e mollës, bijut, argjendet kryesisht Pa. në ketchup. I lam pak dhe Pa. si që kam. I lë. Kujdes se mos ta ngelen ndonjë unaz aty, ë, te këtasi. S'kam gjë. Se hoqemi një herë. Pra grumbullin e bijuve e vendosëm nga ketchupi në uthull molle. Dhe siç e shihni ketchupi kur i mban kështu të mbledhura. Tjetër dhe, vendosim gishtin, qak. I përhapim. Ja, sepse, Bijut ja, dhe i lëm që të pastrohen. Do t'jen plot shkëlqim dhe të duken të reja si kur i ke bler në çast. Kështu që do na shkëlqejnë duart edhe për zonjave që morën bijut sot, për ti argjendari Reze Dielli. Doja u sërisht. Kemi hapur kështu vend pastrimi me produktet natyrale që ne konsumojmë, me produktet e kuzhinës, si mund t'i pastroni bijut tuaja të argjenta, në ketchup dhe në uthull. Sepse unë atë i referohem gjithmonë çfarë kam në produkte ushqimore. Pra nuk i referohem si mund të pastrojmë. Po. Moj, se solucione kimike ka sa të duash, po themi që atë bëjmë kur nuk i gjem ato. Në bio, këtu është problemi. Dhe kur jemi tek bio, le të ngelemi tek bio. Kam një sallat pranverore. Do thoni ju spinaqi me albana dimrore pranverore, po. I ka spinaqi është gjitha pranverore, sezonet. sepse kemi repat e voçkla. Unë këtu kam koperin, direkt dhe shtoj. Po, repa, spinaq, koper, karot. Repa ose rilka. Po, e gjejmë në 2 emra dhe janë shumë të shëndetshme, shumë të shëndetshme. Nuk kanë ndonjë shije specifike, si shije pa shije, domethënë nuk kanë as Disa të mira që bëhen këto. tarator, për shembull. I grinë si kastraveci dhe i përdor si tarator. Si që kemi të tilla. I shtyp. Si hudhrën. Sa bukur. Bravo. E bën sallat. Siç është. Shtojmë krip, uthull dhe i vendosim në kavanoz. Thashë do ta bëj sallat kështu të shtypura. Bëhen turshi. Bëhen turshi. Kush konsumon margaritën, pijen margarita, gjithmonë në gotën e margaritës vendoset një rilkë. Vendoset krip. Por kanë filluar, po të vendosësh edhe rilkën, është akoma dhe më mirë. Kjo është ndërgjetjet e reja në bufe. Janë shumë të mira, janë një prej perimeve që duket sikur është si e neglizhuar. Mos e neglizhoni, asgjë përdorur nuk as është. ne shpesh këtu, po do ta sjellim se mund të gatuhet sallata, mund të bëhet supë me repat. Mund të bëhet një smoothie, siç e thash, tarator, griheni në vend të kemi sjellë ne si tarator, mund ta gjeni edhe në YouTube-in ton Reze Dielli, tarator me repa, del shumë i shishëm, akoma dhe një shije më unike se sa taratori i traditës, i zakonshmi, e konkuron mirë madje. Çfarë nuk gjeni ju në Reze? Më thoni ju, për deri tek pastrimi i florinëve, çfarë doni më tepër? Tani do ta sjellim një sallat pranverore me perime shumë ngjyrshe, do t'i tregoj edhe një herë produktet të shkruara. Pra do të keni një tufë spinaq,
ose marule, një qep e njom, e grirë, një kastravec, 2 domate, 2 karota, repa të kuqe 5-6 cop, një tuf koper ose një tuf majdanos, 3-4 feta limoni ose lëng limoni, 3 lugë gjelle vaj ulliri, krip piper të zi, djath i bardh i thërmuar, pak gjalp me spec të kuq pluhur. Të shohim tani se si përgatitet kjo recet, ndërkohë me njerë sa po të përfundojmë recetën e 2 të sallatës pranverore, do të jemi me astrologun Jorgo Pulla për 12 shenjat e horoskopit për këtë javë. Shtoj. Me radhë tani perimet. Qepën e njom. Iku. Shtoj karotat. Shtoj domatet. Pritini si të dëshironi ju. Kastraveca. Po, më të mëdha se kaq nuk besoj se duhen. Kështu që kjo është ndoshta metoda që... Akos fare piper. Limonin. Ja shtoj në fund. E ti shtoj pak. Lëng. Limoni. Tani këtu mund të shtoj. Në këto produkte ju mund të shtoni çfarë të dëshironi ju. Do thoni pse, Albaram se ke të gjitha do të shtosh. Të gjitha kanë aciditet. Dhe zgjedh të shtoj uthullën e bardhë, uthulla dhe limoni. Pakos fare soja. Pakos fare krip sepse kam shtuar krip aty brenda. Edhe vajin që do t'jetë gjithmonë 2 gisht mbi pjesën tjetër të produkteve. Për një përzierje. Kjo pjesa, kjo e përzierja, dressingu që themi ne, ose salca, ose diun çaj emra të tjerë mund të ketë, është shumë e rëndësishme për t'i dhënë shijen përfundimtare çdo lloj sallate. Si atyre jeshile, gjetheve jeshile, si sallatave më të thjeshta. Pra duhet të jenë në raporte shumë precize kripa, sasia e kripës, uthulla, sepse kjo është dominosja e shijes përfundimtare të sallatës. Nuk ka mbaruar, se është spinaqi. Spinaqi. Prandaj dhe kemi sallatë pranverore me spinaq. Zgjidhni atë gjethen e vogël të spinaqit. Sepse është më njohur me imët. Kur themi që thika oksidon produktin, patjetër që e oksidon. E mira është ne do ta konsumojmë në çast, kështu që do ta lëm fare të vijojë ai procesi oksidimit nga metali që është thika tek gjethet jeshile. Ne duhen 2 lugë që të përzihen. Koperin ja kemi shtuar të parin. Kam. Opa. Edhe ndonjë gjethe me energjiku në për të. Me energjik, borzilok, mente. është mente në energjiku, është me i vogël. Ka mente, no? Borziloku i shkon shumë. Heq kërcejnë, sepse janë... Duke patur parasysh që borziloku ka një gjethe më delikate, oksidohet më shpejt dhe jo shpesh e gjejmë në tryezën tonë, sepse o e mbajmë në frigorifer në të freskët, ose e marim dhe e përdorim, sepse është pak më delikat si gjethet e tjera, po që është shumë i përdorshëm. Ose kërkon qese të mbyllur, hermetikisht në vakum, ose në të kundërt, e mbajmë gjithmonë në kartopiceta brenda dhe e mirat, jo vetëm borziloku, por duhet çdo bimë aromatike ku ne vendosim. Pra është një nga ato gjethet që rrudhet ose mërzitet më shpejt. Po, të tillë. Po, si që më thoshte mua goca, kur rrudheshin këto gjethet, edhe më thoshim, pse është mërzitur kaq shumë borziloku? Sepse sa mirë është që ti rrisni fëmijët dhe ti edukoni duke i dhënë këto emërtime, mërzitja, dashuria, pse qan, pse loton, të shprehen emocionet. Patjetër, ja.
Një sallatë që shoqëron çdo recetë tuaj të ditës. Unë them gjalpi, në momentin që ne dështojmë gjalpin, pra është gjithmonë opsionale, patjetër që do të rrëdhosi bimën aromatike. Patjetër dhe spinaqin. Ai gjalpi ngrohtë, dhe ne na duan të jenë të freskëta. Shkon shumë mirë dhe kështu siç është, patjetër me i brusket. Është më idealja. Edhe fetat e limonit, se kemi aty spinaqin, që e kërkon limonin për ta përmirësuar shijen dhe për të përthithur më mirë hekurin që ka. Pra një sallatë me ngjyra. Më pas kripa piperi, shiko, shif. Më pas kripa piperi dhe të tjerat janë gjithmonë mbas shijes që ju keni. Absolutisht. Deri këtu ne e sjellim për ju. Do të marrim ndonjë pjatë? Si kam pjatat aty i ke? Okej. Jam jep pjatën të lutem. I servirim dhe pjatat sepse kanë përfunduar procesin e tyre, si sallata ashtu edhe mezja me patlıcan. Mos harroni të klikoni për gjatë ditës së sotme në kanalin ton në YouTube, ku do të gjeni recetat, edhe po ashtu me radh bisedat që do të vijojmë më pas. Kjo është sallata. Unë po vendos në tryez dhe kalojmë tek gjella. Këto bijut që vendosëm në ketchup edhe në uthull, për sa minuta do t'i lëmë të qëndrojnë? Do t'i largoj. Kemi kohë, më thuaj ti. Shplaj. Një shplari që të tregojmë ashtu plot shkëlqim. Mirë është një gjysor, besoj, me do mendja. Patjetër që po. Të lëshojnë të gjitha papastërtitë e tyre, por edhe ato shtresëzat që zënë në midis kanaleve të ndryshme, gropëzave të bijouve të ndryshme, për të pastruar tërësisht, për qenë të shkëlqyeshme dhe për t'i ndriçuar gishtat tuaja. Gjysma ti ka hedhur lavamana Albana, kështu që lëre fare. Mos e hap çizmën. Pa jo, me të nuk është një prilli, jo. Ja tek i kemi, plot shkëlqim. Provojni. Na ta afrojmë këtu tek... Sa ko kemi të lutem? Jam mbaruam tani. 2 sekonda kemi, që fare? 2 sekonda kemi. Atere, isha jashtë të motra dhe kisha telefonin e ri. Merë e vogla, besa e vogla ishte 2 vjeqe, merë telefonin dhe me telefonin tim dhe e hedhë në tualet. E dhurë them, bo, telefoni, them. Shkon motra me vrap e thot, ua, Albana shqyqy që si ishte telefoni jem. Kjo ishte dhe me unazën. Shpesh, e bërë shpesh të motra. Përshëndes shumë motrën Alban, nëse është një artiste e vërtet. Ne do të shihemi pas pak me Jorgo Pullën për 12 shenjat e zodiakut. Ju pres. Edhe kemi tani në hapësirën e hyjeve, parashikimeve me Jorgo Pullën, astrologu ynë do të flasi për 12 shenjat e horoskopit, nga dashit tek peshqit. Mirë se erdhe, Jorgo. Mirë se tek kënaqësi. Për ta nisur fillimisht me përshkrimin që i bëjmë gjithmonë javëve të caktuara. Kjo si është si raport me javët e tjera? Është javë shkëlqyer, do thosha, në lidhje me, sepse sjell ngjarje të favorshme. Problemet dhe çështjet që kemi pasur janë mbyllur në të shkuarën. Dakord, mund bim sepse problemet kanë ekzistuar dhe do ekzistojnë në fushën e punës, karrierës, të ndryshimeve, por kemi mundësinë sa për këtë kësa jave në lidhje me çështje që do bëjmë lidhje me krijimin e marrëdhënieve të reja, marrëdhënie pune, kontrata të rëndësishme që mund të bëjmë, mundësi të reja që do të kemi, është një kohë shumë e mirë dhe na jep mundësinë për të zgjidhur problemet, por do të kemi kujdes jo të nxitojmë. Po ta marrim avash dhe të arrijmë që ku duam, është momenti më i mirë i mundshëm, sepse është edhe periudha e mirë, është periudha ku gjërat do të ndikojnë shumë mirë në fushën e biznesit, por gjithashtu edhe diçka që kanë pasur një shkëputje, një lidhje prej më shumë se 3-4 muajsh, duke se do kemi bashkim. Po, le ti marrim me radhë të gjitha shenjat, duke filluar me dashin. Marrim dashin, dashi duke se kjo javë shtyn të rizbulojnë veten e tyre dhe hyrja e nguqme e Saturit në shenjën e dashit në datën 25 duke se fut në një proces afatgjatë të gjëra që do të bëjnë, mundësi që do të jepen, sepse dashi ka pikë referencë nxitimin ose të arrijë në finish më shpejt se duhet, por kjo është një gabim. Ka një ndikim shumë të mirë për dokumentacionet e kemi thënë dhe themi me të madhe që shumë gjëra do ndryshojnë në Shqipërinë tonë dhe për shqiptarët ku do ndodhen është mundësia
për aplikime, dokumentacioni, çështje të mira që ata kanë, por edhe çështje që lidhet me nga dita e martë, si datës 20, kur futet dielli tek ndikimi i më i madh që ka të bëjnë në lidhje me binjakët edhe mundësitë që do t'ju jepet koha që ka të bëjnë, mundësitë që do kenë në fushën e karrierës së tyre, por gjithashtu dhe shumë ndryshime të mëdha që do jenë në fushën e punës. Kurse në dashuri, meqenëse tregën që afër ditës dhe me shenjën e marsit në Luan jep një mundësi shumë të mirë të artë në fushën e karrierës dhe jo pse jo dashuria, sepse në lidhje me karrierën ose një udhëtimi që kanë bëjnë, do njohin njeriu në zemrën së tyre dhe kjo do thotë shkojnë deri në martesë. Saturni do thotë që të jeni të kujdesshëm në investimet emocionale, të jenë të vërteta dhe jo falso. Kalojmë tek shenja e dytë, Demi. Për sa përket shenjës së Demit, megjithëse Demi duket se në këtë javë është një javë shumë e mirë, është një javë që fillon me një javë e qetë në fushën e punës së tyre, në lidhje me gjërat të ndryshme që do të kenë në fushën e punës ose disa çështje biznesi në lidhje me karrierën e tyre. Por gjithsesi, dielli nga binjakët që do të japi mundësi nga nesër, për sa përket pikërisht shenjës së Demit, dhe duket se kanë mundësinë e artë për të nisur diçka të re. Meqenëse shenjës së Demit në fushën e punës kanë pasur problem ligjor në biznes, do ta zgjidhin pikërisht këtë javë. Është java e zgjidhjeve të problemeve të mëdha në fushën e karrierës së tyre, në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse kanë pasur disa problematika të ndryshme, por trekëndshi që bën i afërditës planeti i dashurisë dhe guvernatori i Demit u jep mundësi shumë të mira në lidhje me çështjet që kanë bënë me dashurinë dhe vazhdimsinë. Binjakët. Por sa përket binjakëve, çfarë ndodh me binjakët? Binjakët duket se nga nesër kanë ditëlindjen e tyre, domethënë data 20 dielli shkon tek binjakët. Binjakët kanë dy gjëra kryesore. Kanë mundësinë e artë në fushën e punës. Kanë pasur probleme në lidhjen e tyre, keq kuptime më tepër apo keq interpretime nga të tretët. Do t'i zgjidhin këto dy gjëra. Binjakët gjithashtu kanë një punë në një rast tjetër, një shans të dytë në një punë të re që ata kanë, dhe është një moment shumë pozitiv. Madje kanë momentin e duhur në fushën e karrierës, që ata janë për karrierë dhe i përkasin karrierës, dhe pikërisht do duket tani në këtë javë, që është javë shumë e rëndësishme për ata që janë në diasporë, ose kanë probleme ligjore, penale, ka një mundësi shumë të mirë, do kenë një gëzim shumë të madh përsa përket kësaj jave dhe familjet e tyre, njerëzit që kanë rreth e qark, ata të largët, dhe shikojnë do na kuptojnë shumë për ata çfarë themi. Në dashuri janë pak fajtor për arsye se kanë lënë pak pasdore edhe në emocionet e tyre, në gjërat e tyre që ata kanë, dhe nisin një diçka nuk kanë bëtis akoma. Ajo që nuk kanë bëtisur, nuk e kanë mbyllur akoma këtë çështje dashurie, rikthehet dhe kjo shkon deri në martesë, dhe është një moment shumë i artë për ata, dhe është momenti i duhur mbi zgjidhjen dhe vazhdimsinë e tyre. Kalojmë tek gaforja. Për gaforet, në fakt për gaforet duket se ka shumë çështje të rëndësishme për sa përket gaforeve, sepse me diellin në shenjën e binjakëve në shtëpinë e 12 zodiakale të gafores, do të thotë që disa çështje profesionale shumë të rëndësishme afatgjatë kontrata ka të bëjnë me gaforet. Ka të bëjnë me një çështje pasurie pa luajtshme për gaforet. Është momenti më i mirë i artë për sa përket çështjeve të gaforet, sepse kanë kaluar shumë prova dhe i kanë fituar të drejtën e tyre, kanë fituar ato çka janë. Është momenti më i mirë i mundshëm dhe sepse ata kanë disiplinën dhe kanë ndërtuar në themele të forta në ndërtesat që nuk ka shanse dhe 10 ballë të bjerë tërmeti nuk prishet asgjë për sa përket shenjës së gaforeve, meqenëse gaforet kanë një mundësi të artë tani. Por në fushën e dashurisë, edhe pse janë presin një pasardhës, nëse është e mundur kjo, për ata që kërkojnë diçka të tillë, është momenti tani, është pikërisht në këtë javë, sidomos në fund të javë, nga e njëjtja e premtja dhe këto janë ditë shumë të mira, për sa përket shenjës së gaforës, dhe gaforja, nëse do më pyesje si mund të ishin këto dita shenjat, gaforja e ka mundësinë. Po mirë, nuk pse ta ketë gaforja, mos ta ketë binjakët, se dielli është tek binjakët, nuk është tek gaforja. Po këtu pra çfarë bëjnë planetet, sepse janë ndikimi planetar tek gaforja më tepër dhe kjo bën që gaforet kanë të gjë. Kalojmë pas gafores tek Luani. Luani në këtë javë duket se është një vërtetësi e madhe për sa i përket çështjeve të punës, lidhje me disa gjëra që kanë ndikim shumë të madh, energjia pozitive e Luanëve, dhe Luanët duket se janë mjaft pozitiv në çështjet e punës së tyre, në lidhje me karrierën e tyre. Kanë humbur disa para Luanët edhe në çështje gjyqësore, por rifillon një cikël i ri dhe kjo është një mundësi e artë për ata, sepse duket se të dhjetit të tretë sidomos është diçka shumë pozitive, madje është momenti i duhur për punën, për karrierën, për ndryshimet dhe mundësitë të reja. Pra ata në fushën e dashurisë janë të palidhur dhe kanë një mundësi tani, ose kanë pasur një njohje të vjetër dhe kanë lënë në hije dhe
dal ku dal. Jo dal ku dal. Është pikërisht kjo javë që do të zgjohen dhe do shikojnë gjëra të reja në fushën e dashurisë, mundësi të reja që ata do kenë dhe një dashuri e munguar duket se realizohet, sidomos sot si ditë hënë fillim jave dhe pas nesër ditën e mërkurë ku kanë indikim shumë të mirë luanët dhe është momenti i artë sepse ka të bëjnë shumë. Edhe pse pozitiv do të thosha. Megjithëse Saturni kujton që është koha për të ndërtuar marrëdhënie që përmbajnë vlera dhe mundësi të përbashkëta shpirtërore dhe vazhdimsi të artë. Virgjëresha? Virgjëreshat. Kjo javë, në fakt, virgjëreshat kanë ambicie, në fakt, nuk mund të themi virgjëreshave momentale, se virgjëreshat gjithmonë kanë mundësi profesionale në lidhje me punën e tyre, por me qëse diellin e binjak, duke filluar nga dita e nesërme, kanë dy mundësi të arta. E para është lidhje me punën dhe ka të bëjnë anën ekonomike, rritjen e ekonomi, edhe pse në datën, Saturni në dash datën 25, ku hap një cikël përgjegjësie në lidhje me anën e financave, lidhje me trashëgiminë, lidhje me disa gjëra që kanë të ndikojnë tani në këtë periudhë, në këtë javë, po fillojnë këtë javë. Edhe pse personat të tretë të familjes, personat të tretë të kushëritë që janë këto pasuri e paluajtshme, duket se do ta zgjidhin pikërisht është momenti tani dhe është një kohë shumë e artë për sa përket virgjëreshave, sidomos të diçit të parë. Kurse në parashikrimet në lidhje me çështjet emocionale të palidhurit ka një mundësi të mirë, mos harrojmë sepse trekëndshi javëritës me Marsin në datën 22 sjell dashuri të brendshme që nuk shprehet gjithmonë hapur. Prandaj ata të palidhurit duhet të kenë mundësinë dhe kujdesin që çfarë bëhet, çfarë ndodh, çfarë realizohet, nuk duhet të flasin me të tre sepse ju prish herezia dhe nuk janë në kohën e duhur pastaj se çdo gjë që tregohet ajo që nuk duhet është e mban për veten tënde, është anën shpirtërore, anën e punës, anën e karrierës, çdo gjë është e jotja të përket tyja, nuk është të përket për gjithë njerëzit, nuk është i përgjithshëm. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm çfarë themi, ku themi dhe pse e themi. Shkojmë tek peshoret. Çfarë ndodh me peshoret? Peshorët duket se kushtojnë mirë është të kushtojnë gjëra që ata duan momentale, sepse dielli në binjak hap një dritare të re për sa përket udhëtimeve, për sa përket punës, për sa përket ndryshimit, për sa përket disa shit blerjeve, këtu do të kenë shumë kujdes peshorët, sepse vënë në provë shumë gjëra, kanë disa muaj që kanë pasur probleme në lidhje me ekonominë dhe çështje të kësaj natyre, po vjen një moment tani kanë të lidhje me punën të rivlerësimi marrëdhënieve me punonjësët, me njerëzit që kanë rreth rrotull, me bashkëpunëtorët e tyre, do të jenë shumë të kujdesshëm, sepse kanë një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë. Kurse në lidhje me anën shpirtërore, edhe pse kanë pasur një problem të vogël, për ata që janë beqar, është e mundur të takojnë një person përmes njohjeve të reja, përmes gjërave të mëdha, dhe është një moment shumë i artë tani dhe është mundësia pozitive, sidomos dita e sotme, mbasdite, por dhe e shtuna para dite, mund keni diçka shumë të madhe. Jemi tek akrepi apo jo? Tek akrepët. Për akrepët, duket se akrepët do shtyen në këtë javë, zhyten në thellë brenda vetes tyre. Për një mirë arsye, sepse hyrja e diellit në binjak hap një dialog të brendshëm. Dhe kjo do të thotë që energjia, kjo do të thotë mundësia, kjo do të thotë ajo që duan të bëjnë. Saturni kalon disa muaj në provë nga shenjat dashit, po ndikohen në anën komunikimit dhe të veprimeve, të ndryshimeve të mëdha që ata kanë, por duket se tani është momenti i duhur, i artë për sa përket akrepëve, të zgjidhin një problem të brendshëm që ata kanë me familjet e tyre, me njerëzit e tyre, çështjet e punëve të tyre apo diçka tjetër, është një moment shumë i mirë tani për të zgjidhur. Në çështjet shpirtërore, në anën emocionale, trekëndshi e afërditës që na jep mundësinë dhe çështje dinamika që do të thotë për sa i përket kësaj jave është mjaft e mirë për lidhje të reja dhe mundësi që atyre do t'ju jepen për të bërë një lidhje dhe për të ecur të shkuar deri në martesë. Çfarë thuhet për shigjetarët? Për shigjetarët thoret që kjo javë në marrëdhënie bashkëpunime shumë të rëndësishme, qofshin partneritete, qofshin bashkëpunëtor, biznes dhe gjëra të mëdha që do të kenë në anën ekonomike një burim të ardhës të dyta është më së mundur të ndodhi dhe është koha për përket shigjetarëve. Shigjetarët s'ka smarohet, domethënë, kjo ka ndodhur dhe do ndodhë të jetën në fakt për shigjetarët, sepse kanë dhe mundësi të ardhë tani në lidhje me ndryshimet dhe shumë pak që ndodh Jupiteri, planeti fatit dhe i zgjerimit, që është në binjak dhe për 10 ditë shkon tek Gafore dhe imagjinoni ka gjëra shumë pozitive dhe madje ka mundësira të arta në lidhje me çështjet ekonomike financiare, lidhje me vendimet, por kanë ndikime shumë të mira tani në punë. Por kjo do të thotë që është koha më e artë për sa përket shigjetarëve në fushën e biznesit, në fushën e dashurisë, edhe pse të palidhurit kanë një mundësi të artë tani për ata që janë beqar, për ata që kanë pasur një ndarje, kanë bashkim, do ndërtojnë marrëdhënie
që plotësojnë dhe argëtojnë atë të tyre, të shpirtit të tyre dhe zemrën që ata kanë të pastër të qiltër siç e kanë personin përballë dhe ata mund të shkojnë në martesë, është një mundësi shumë e mirë përsa zhvillimeve dhe ndryshimeve të jetës së tyre. Dyshenjat e fundit Brecjapi. Brecjapi duket se ka të bëjnë shumë tani në këtë periudhë, janë në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me çështja që kanë bëjnë një udhëtim të largët që ata do ta bëjnë, për sa përket Brecjapëve e kanë një mundësi sepse duan të shikojnë diçka tjetër në fushën e punës së tyre dhe një burim të ardhës së dytë është e mundur në bazë të një pune të re që ata do bazohen të shenjës së Brecjapit dhe është koha e tyre. Me dashuri, një moment i papritur mund të ndodhi për sa përket shenjës së Brecjapëve për të palidhurit dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Dhe ata që do të ndikojnë shumë në lidhje që do të ndërtojnë diçka vetë në lidhje me familjen, është momenti më i duhuri për sa përket kësaj jave, duke nisur dhe vazhdimsi nga dita e sotme para dite dhe vazhdimësia. Ujorët duket se kanë bënë shumë me çështjet e punës, kanë bënë shumë me karrierën dhe një kontratë që bëhet sot deri ditën e premte nuk ka shanse të prishet dhe është afatgjat. Ajo që do të kenë mundësi gjithashtu, mund të marrin përsipër shumë përgjegjësi në marrëdhënie me vëllezër, motra të afërmit ose persona në projekte të mira që kanë të bëjnë në lidhje me punën e tyre, në lidhje me veprimet e vendimet të mëdha që do të kenë tani. Tutje është një moment shumë pozitiv për sa përket ujorëve në fushën e dashurisë, edhe pse tani janë në ndikim shumë pozitiv në lidhje me persona të ndryshëm që ata kanë njohje dhe mund të kenë lidhje serioze, është një moment shumë i mirë nga një udhëtim, nga një takim i rastësishëm mund të jetë shumë jenë të vendosur për të arritur në prak martese, sepse është një mundësi shumë e artë për ata dhe ujorët të palidhur ose ata që kanë një njohje më ta kthejnë lidhje serioze dhe është koha më e mirë. Dhe shenja e fundit peshit. Për sa përket peshëve duket se tani duhet të mësojnë çfarë do të ndodhi në fushën e karrierës së tyre. Lidhje me karrierën, unë do thosha sepse tani me qenë se Saturni largohet nga shenja e peshëve për disa muaj dhe kalon në shenjën e Dashit në datën 25, duke sjellë një mënyrë për pjekurinë, mundësitë, financat, ndryshimet, sepse meritojnë shumë peshit dhe kanë pasur shumë probleme më përpara, por tani është një moment shumë i mirë për të parë me mençuri dhe dashuri i shumë gjëra mund të realizojnë dhe mund të arrijnë majat. Në dashuri duket se ka diçka shumë të mirë, sepse në një lidhje, në një njohje, ata që nuk kanë një njohje të re, është momenti i duhur për të zgjidhur gjërat e tyre ose një konflikt, një debat që kanë pasur para 3 muajve, duke se është koha më e mirë dhe më perfektja për të zgjidhur problemet që ata kanë. Këto ishin 12 shenjat në optikën dhe panoramën astrologjike që përshkroi Jurgo Pulla. Për më tepër, për të rikthyer shenjave tuaja, do të jetë kjo hapësirë edhe në Reze Dielli në YouTube. Faleminderit Jurgo, javë të mbarsh, jemi të hënën e ardhshme. Ne do të shemi pas pak të dashur miq, pas fleshit informativ do të jemi me Bima dhe Shëndeti, doktor Ylli Meria do të flasi për një bim, për një lule të sezonit, lulja e diellit që ndryshe, kalendula që flet shumë mirë në gjuhën e trupit tonë për pastrimin e lëkurës edhe problemet të ndryshme që shfaqin ekzemat apo problemet të tjera të lëkurës. Na ndiqni pas pak. Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Meria. Kënaqësi që jeni këtu, doktor. Faleminderit për kohën tuaj. Sot kemi vendosur të flasim për një lule e cila është më shumë se sa do të na ndihmojë edhe ledolli jon, sa e bukur që është kalendula, që është më shumë dhe më tepër se sa një bukuri e natyrës tonë, është pikërisht tani sezoni i kalendulës, janë këto lule të cilat doktori ka sjell të verdha, që quhet dhe ndryshe lulja e diellit apo jo? Mund të quhet verdhashka. Verdhashka mund të quhet manushaqja e verdhë, për faktin sepse është e tëra ngjan me petalet e manushaqjes, por quhet edhe kumak. Edhe lulja kumakut. Po, emri shkencor i saj është Calendula officinalis, nuk e ka marrë kot këtë emërtim sepse ka një veçori shumë specifike. Kjo pothuajse lulëzon gjatë gjithë vitit, po në veçanti lulet e para të saj fillojnë të çelin me fillimin e muajit. Si thua, kjo bim, s'ka fillim muaj që mos ketë lule. Pra çdo fillim muaji kemi nga një lule të tillë që çelën pas vazhdo procesi. Njihet shumë si një lule zbukurimi, por ne kemi sjell këtu për t'ju thënë njerëzve që shiko në petalet e kësaj luleje fshihen ato magjit kurative të saj. Di që përmbahen shumë substanca të cilat do t'i shpjegojmë hap pas hapi se për çfarë na ndihmon pikërisht kumaku apo kalendula, di që është shumë e mirë për lëkurën, mund të përdoren vajra esencial me të, mund të përzihen me vajra të tjerë bartës, si çaj gjithashtu.
Nuk është i rastësishëm kombinimi i kalendulës me këto petalet e trëndafilit. Sepse nëse duam që të bëjmë një rigjenerim të organeve të brendshme, nëse duam të bëjmë një mirë funksionim të tyre, në mënyrë që bukuria trupore të na vijë nga brenda, mundet që të bëjmë një kombinim në formën e një eliksiri, pra një ujë të ngrohtë, me petale trëndafili dhe kalendule, pak limontoz dhe pak mjaltë sipas dëshirës, dhe mund të pijen 1 deri në 2 gota në ditë. Pra, çfarë ngjyre të bukur që ka. Po patjetër, kjo tregon që ky lloj, sepse janë disa lloje të veçanta të calendula officinalis, ka më shumë karotenoide. Një nga komponentët, një nga përbërësit më të fuqishëm të saj. Por nuk ndodhet vetëm karotenoidi në këtë bim, në këtë petale, por ndodhen edhe flavonoide të shumta dhe në veçanti quercitina, i cili është një antioksidant i fuqishëm dhe ndihmon që organizmi të largojë sa më shumë radikale të lira. Pra, të frenojmë këtë stresin oksidativ dhe nuk e bën kot këtë pa ndonjë merit ose pa ndonjë përbërës të saj, sepse ka të manganin në brendësi të këtyre petaleve, një mikroelement kimik i cili ndihmon në frenimin e stresit oksidativ. Pra, kjo bim edhe magnezi në japin një qetësi shumë të mirë të sistemit nervor. Mund të përdoret si çaj, mund të thahet, të mbahet për më gjatë. E njohëm kështu me këto petale që ne e përmendëm për të realizuar, si thua, atë shëndetin e mirë të organeve të brendshme dhe një bukuri trupore të lëkurës. Nuk është aromatike? Nuk është aromatike. Ka një aromë të lehtë fare? Ka një aromë po, të lehtë. Ka këtë ngjyrën si të karotës. Po. Edhe Me shumë petale të vogla. Me shumë petale. Po ta shikojmë diskun e lules, është afërsisht 4 deri në 5 cm, dhe këto petale të shumta janë të vendosura si në 2 rrath, kështu bashkë qendror, në formën e 2 deri në 3 shtresave. Ky është një lloj veçantë që ka deri në 4 shtresa mbi njëra tjetrën petalesh, por ajo që hasem neve si lule zbukurimi, është që ajo ka afërsisht 2 shtresa mbi njëra tjetrën dhe pak në brendësi ose në afërsi të thekëve dhe të pistilit, nga ku me kalimin e kohës, kur ato plenohen, na japin ato farat e saj, të cilët po t'i shohim janë si gjysmë hëna, si heshtake kështu, ose në formën e një krahu të një fluture. I përdoren edhe gjethet apo vetëm petalet? Atëherë, kush mund të përdoret? Ne përmendëm vetëm 1-2 përbërës këtu, kimik të saj, por nuk janë vetëm kaq. Gjethet i pas ka shumë të kemi për shembull gjethet i ka si heshtake, nga baza poshtë janë më të gjera, ndërsa këtu në pjesën e sipërme vinë më të ngushta, janë të mbushura me push, me i push të imët, dhe në brendësi të gjeteve dhe në majat e pushit ndodhet një vaj esencial i kalendulës, i cili ka në brendësi të saj këto rreth 45 mikroelement që unë përmenda, por ka edhe këtë acidin klorogjenik, i cili ndihmon shumë mirë në shkrirjen e këtyre pllakzave yndyrore në lëkurë ose të celulitit. Kjo do të varet nga mënyra si do e marrim, ndoshta e shpjegojmë çik më vonë, por të mishëruara këto përbërës kimik janë më tepër tek petalet e luleve, tek thekët dhe pistili, dhe më pak pastaj në kupën e lules dhe tek gjethet. Janë aq të bukura sa të vjen keq ti prishësh për t'i bërë çaj. Patjetër, po. Dihet gjithë fuqia që kanë petalet për të dhënë atë fuqinë dhe bukurinë e brendshme, të cilat do t'i rendisin për benefitet. Ju keni përgatitur me sa po shoh edhe vajin e kalendulës, vajin e kalendulës. Po le të flasim kështu, duke qenë që kjo bim ka në brendësi këtë mineralin e zinkut. Zinku ka veçori që të mbylli plag dhe puçra. Dhe mund të përdoret në të gjitha llojet e rastet e prerjeve, të shëmbjeve, në edemat që mund të kemi, sepse përmendëm dhe atë acidin klorogjenik, i cili është tretës dhe njëkohësisht është përmirësues i qarkullimit të gjakut. Por përmban edhe këtë acidin në grupin e triterpeneve, është edhe ky acidi ose vaj, le ta quajmë,
oleanoleik, i cili ka këtë veçori të nxiti dhe të përmirësoj qarkullimin e gjakut, dhe kjo bim përdoret shumë mirë kur kemi edema të gjunjve, enjtje të tyre, ose kur bijemi që dëmtohemi dhe pësojmë një gërvishje të lëkurës dhe një enjtje të gjunjve. Atëherë, në këto raste, kjo bim mund të përdoret shumë thjesht në këtë mënyrë. Për shembull, e shtypim këtë, që të nxjerrë ato vajra. Edhe me gojë mund ta shtypim, se do marrë dhe pak nga ptialina e pshtymës, dhe e marrim pasaj, po edhe në një havan kështu mund të shtypet, në një havan druri, dhe pas kësaj, këtë brum që pregatisim, ja mbështjellim për shembull gjurit, të brylit, aty ku vritemi, plagëve ose puçrave, dhe mund ta lëm tek gjunjët, mund ta lëm për shembull edhe 1 orë, 2 orë, nuk ka asnjë gjë të keqe. Ndërsa në fytyrë kështu mund ta lëm 15-20 minuta. Atëherë, ç'të mira do të ndiejmë nga kjo? Ai zinku ka veçori që të mbylli plagët, edhe ti rrudhosi ato dhe të ndikojnë në mbylljen e tyre. Pra po thoni për fytyrat që vuajnë nga akren, nga puçrat, po patjetër, një brum i tillë me detalet e kalendulës. Ka këto taninet që janë rrudhëse, dhe këto taninet na ndihmojnë që në rastet e prerjeve dhe të gërvishjeve të ndihmojnë në mbylljen e mirë të tyre. Por njëkohësisht na ndihmojnë që të bëjnë që aty ku është ajo folikula e një rrënjëqime jetë infektuar, ose aty ku kemi për shembull një pus me qelb, atëherë kjo të ndikojë në zbrazjen e saj, në përthithjen e nxjerrë më lehtë në sipërfaqe. Në fytyrë kjo mund të mbahet edhe 15-20 minuta dhe pastaj shplahet bashkë me ato toksinat që kjo ka nxjerrë dhe ndonjë, le të themi, ndonjë stafilokok të mundshëm, aureus ose streptokok beta hemolitik që ndikon mbi këto, sepse po ta shohim petalin, tregon që e verdha na tregon që jo vetëm karotenoidet, por tregon edhe praninë e një sasie të vogël të sqyfurit, i cili është mbytës edhe ky për bakterjet. Dhe në këto raste, puçrat fillojnë që të dobësojnë strukturën e tyre dhe të zvoglohen. Atëherë, fal këtyre mikroelementeve, neve realizojmë që puçrat me këtë brumin që vendosëm, me këtë bimën e shtypur, të fillojnë që të na zvoglohen. Sigurisht të kozmetik përdoret si krem, përdorin miksia. Patjetër, pra, këto ose ekstraktohen, që në kushe shtëpiake, ne ju kemi treguar një mënyrë se si mund ta bëjnë këto, për shembull, nëse do të marrim afërsisht këto petalet e kalendulës, po t'i vendosim në vajin e bajameve të ëmbla, ose edhe të bajame segër, atëherë, kjo do filloj që të injektoj në vaj ato përbërësit kimik të saj. Ne kemi hedhur këto gati në mëngjes dhe kjo ka filluar pak nga pak ta ngjyrosi vajin. Sa ko mund ta lëm kështu? Mundet që ta lëm për shembull, do të varet në varësi edhe nga përbërësit, nga toka ku rritet kjo. Në toka të shëndetshme bëhet ngjyra kështu e bukur, e ndezur kështu, si një manushaqe e verdhë. Ndërsa në toka që janë skeletike të dobëta e kështu, e verdha do të bëhet pak me lehtë, me zbet. Atëherë, në varësi nga toka, ky vaj do të bëhet më i verdhë në portokalli të bukur, të ndezur, ose portokalli e lehtë. Atëherë, siç e kemi këtu, për shembull, neve mund ta lëmë nga, le të themi, 7 ditë, 10 ditë, deri në 1 muaj. Në zonë të errët në shtëpi? Do mbahet në një zonë në një ambient të freskët, në një zonë të errët kështu, por temperatura 30-35 gradë përshpejton atë injektimin e këtyre mikroelementeve nga petalet tek vaji. Mandej do të kullohet mirë, e lëm që të precipitoj për shembull me një toçitje më mbrapa për 1 javë, dhe mandej vaji kalendulës është mirë që të ruhet jo në shishe transparente, por në shishe të errta. Ose nëse nuk i kemi, atëherë nëse nuk i kemi, neve të marrim për shembull këtë dhe ta mbështjellim me një varak alumini. Dhe ku mund ta përdorim vajin për shembull. Mendosh që brenda tij në këtë mënyrë kemi 45 substanca apo jo? Po, mikroelement kimik të shumtë. Atëherë,
Për shembull, le mund të ta themi që përdorim në vajin e brendësi kalendulës? të petaleve ndodhen fitoestrogen të shumt. Atëre, kjo do të ishte një mikesh shumë e mirë e femrave. Nga ky vaj, vajzat që kanë një cikël menstruacional me pak rrjedhje ose me shumë, e përdorin këtë duke pirë ose si çaj 2-3 petale me petalet e saja, pra 2-3 kupa lulesh, 3 herë në ditë ose 4, sidomos një javë para ciklit, është i mrekullueshëm, falë këtyre fitoestrogeneve që ne përmendëm dhe flavonoideve dhe njëkohësisht. Kjo mund të përdoret, për shembull, ose drejt për së drejti të pihet kështu, ndërsa po ta kemi si çaj, pra për rastin e femrave tha, në të treja këto grupimet e problematikave që shfaqen në trupin e tyre hormonal. Pra, edhe kur ato kanë dhimbje të forta të ciklit menstrual, atëherë ose përdoren më vete, ose mund ta shoqëroj me pak sherebel dhe me pak bishtamith. Të dyja mike shumë të mira të për femrat, balancave hormonale femrore. Atëherë, krahas këtyre, ne do ta përdorim këtë në rastet e plagëve dhe të puçrave, vajin e kalendulës. E përdorim me shumë efikasitet kur kemi shëmbje të kockave të kyçeve kështu me radhë, dhe përdoret në të gjitha rastet e puçrave që janë me bazë stafilokoku ose streptokoku, dhe kur kemi myk në lëkurë. Atëherë, edhe në rastet e mykut, duke u kombinuar me vajrat e tjera të rigonit, të trunzës dhe bimë të tjera, ne arrijmë që ato kërpudha të mos ta kenë atë kënaqësinë e tyre në zhvillimin e trupit të njeriut, por të ndihen me të vërtetë sikur ato janë vënë përpara një ekzekutimi të padiskutueshëm. Pra, një kombinim vajrash me vajin e kalendulës do të na japë një rezultat të mrekullueshëm në luftimin edhe të kërpudhave të mykut, pra vetëm të bakterieve, por edhe të kërpudhave. Kjo e gjitha falë përbërësve të tyre. Ndërsa, do të kemi për shembull... Mund ta kombinojmë për shembull atë vaj me ndonjë krem që përdorim për fytyrën? Pra mund t'ja shtojmë edhe për çtipe lëkurash. Për shembull, nëse do të kemi ndonjë krem që është natyral, që mund ta marrim për shembull, ja unë mora këtë të mykut, po e quajmë, e marrim këtë, e hedhim në një xhezve dhe ta ngrohim në një si banjomari. Kjo do të shkri pa diskutim, dhe nëse do të hedhim në të ose petalet e kalendulës, që ti ka urdis aty, dhe pastaj ta akullojmë kremin, dhe ai do bëhet përsëri krem, ose mund të shtojmë tek ky kremi një lugë supe kështu me vajin e kalendulës. Dhe përsëri kremi do të ngri, do të ngurtësohet, dhe ruan atë formë e tij si strukturë. Atëherë, kjo përdoret siç përdoret ky kremi i mykut ose i psoriazit, përdoret edhe kremi me të shtesën që bëmë neve vajin e kalendulës. Ku kemi tharje, ku kemi plagë, ku kemi ekzema. Një përdorim tjetër është i mrekullueshëm që ne na ka dhënë rezultat shumë mirë te kjo rrebulla e fëmijëve. Ose lyejm drejt për së drejti me vajin e kalendulës, ose mund të marrim për shembull në pamundësi që të kemi ndonjë gërshetim vajrash, le të hedhim për shembull vaj ulliri 3-4 lugë gjelle. 2 lugë gjelle hime gruri, edhe nëse kam 4-5 kupa nga këto të luleve, që në këto raste, sigur edhe tek lulishtet e qytetit i Kputësh, nuk është se bën më katë. Kjo bim, kjo lule gjendet kudo? është si bim zbukurimi, dhe ka këtë të mirë, ne nuk tham kot që emërtimi i saj është që kalendula lulezon në fillimet e çdo muaji. Kështu që edhe në dimër, kjo lule na jep ato kupat e saj të mrekullueshme. Është një lule që zbukuron rrugët e qyteteve. Të zjarta me këtë ngjyrë të theksuar. Ju përmendët pak më herët, doktor, që kalendulën e përdorim edhe për të luftuar celulitin. Në ç'më mënyrë? Po patjetër. Për shembull, nëse do të marrim afërsisht, le të themi 250 ml alkool ushqimor me 75, 70, 77% të jetë kjo lënda aktive, pra alkooli etilik. Të hedhim në të afërsisht, le të themi 20-25 gram nga këto petalet për çdo 100 ml alkooli që do të kemi. Mund të shtojmë në të dhe pak uthull molle, dhe
ajo përqindja e alkoolit filloj të na ulet dhe të shkoj deri në 60, 55, 60. Pra do të hedhim afërsisht, le të themi, 65% më mbetet kjo lënda aktive, ose le të themi 200 ml alkool, rreth 50 ta hedhim uthull. Hedhim edhe petalet e kalendulës, afërsisht për çdo 100 ml 25-30 gram. Edhe 20 gram është e mjaftueshme. Por themi dimrit don më shumë, sepse ndriçimi diellor është më i pak. Lëndët aktive janë më pak. Maj, qershori don më pak, sepse lëndët aktive tek kjo janë më të shumtat. Më kupton apo jo? Atëherë, mbas kësaj bëhet ai filtrimi dhe marrim nga ky ekstrakti dhe lyejm. Pas sa ditësh afërsisht? Të paktën duhet kaloj 1 javë. 1 javë. Pra, kur e bëjmë ekstraktimin në vaj deri në 30 ditë, kur e bëjmë ekstraktimin me alkoole dhe me uthullën, 1 javë. Është e mjaftueshme. Dhe lyejmë pasaj, si të thuash, pasi ekulojmë, do të lyejmë zonat me celulit. Po, të paktën 1 herë në ditë. Mund të përdoren rreth 1 muaj rresht. 1 ose 2 herë në ditë është e mjaftueshme për këtë problem. Sigurisht për të përmirësuar strukturën e lëkurës edhe për të përmirësuar gjendjen e shkrin atë dhjamin, sepse në brendësi të kësaj ndodhet acidi klorogjenik, i cili mund të themi ndodhet edhe tek kafja, tek këto cipat e patligjanit me shumicë, tek kafja e papjekur, dhe mund të themi që na ndikon drejt për së drejti në shkrirjen e tyre. Por nuk e përmendëm kot edhe ata acidin oleanoik që ndodhet këtu në brendësitë saj, edhe ky është një tretës, një shkrirës. Dhe njëkohësisht, këto që të gjitha së bashku mund të na përdorin, mund të na japin një efikasitet shumë të madh në uljen e kolesterolit dhe të triglicerideve. Fal këtyre acideve që ndodhen në përbërje të petaleve. Pra, ajo lyerja, sepse tani ka shumë interes për pjesën e celulitit se vjen vera, pasi lyhet zona ku ka celulit, duhet të mbështillet me një qese apo të qëndrosh siç është? Në qoftë se jemi për shembull në kushte shtëpie që na premton koha, atëherë po ta vendosim këtë anticelulitin në ato pjesë që janë ngritur, relievi i lëkurës është i ngritur në formën e topthave kështu. Atëre, po t'i lyejmë, t'i mështjellim me një plasmas nga ajo e guzhinës dhe ta mbajmë atë rreth 4-5 orë, derisa ne të shikojmë nga poshtë që po pikojmë ujë, atëre, është momenti kur kjo yndyra, ky dhjami tretet dhe shndrohet në ujë dhe në energji. Mund ta mbajmë 4-5 orë këtë plasmasin, hiqet, bëhet një shplarje me ujë të ftohtë dhe kjo do të na japi shumë dobi në këtë drejtim. Ja një përzierje që mund ta përgatisni vetë në kushtet e shtëpisë, siç thamë edhe një herë 200 ml alkool etilik, 50 ml uthull dhe 20 apo 30 gram nga këto kupat me petale të kumakut apo të kalendulës. Po petale do të na bëhen afërsisht 50 gram, se thamë 20 gram për çdo 100 ml. Po. Do t'i peshoni të gjitha dhe do ta përgatisni në kushtet e shtëpisë. Shumë interesante dhe të dhëna interesante në fakt për këtë bim të bukur. Do të shkëputemi për pak publicitet. Kam një pyetje më pas, doktor, në vend të vaj të bajameve, mund të përdoren dhe vajrat të tjerë bartës? Shkon kalendula? Patjetër, po. Kokos, vaj ulliri? Kokosi, vaj ullirit, edhe vaj lule dielli, por në qoftë se është me vërtet vaj i prodhuar nga farat e lule diellit. Qartë. Faleminderit. Shkëputemi për publicitet, ju presim me telefonatat tuaja. Edhe ne përfituam nga koha e publicitetit për të përgatitur një çaj me petalet, me lulen e kumakut apo të kalendulës në një gotë me ujë të ngrohtë, të nxehtë, mund të vendosni pikërisht kupat me kalendul dhe ta përdorni si çaj, duke e lënë pak që të ekstraktohet dhe pikërisht nëse e tregojmë apo jo doktor, treguam edhe një mënyrë të thjeshtë si ta përdorni, mund ta lini për pak minuta, dhe do të shihni se si do të pra këto kanë 2-3 minuta dhe ja fillojnë ato pistilet e lules që të bie në pjesën e fundit të gotës, po, ja si ato precipitojnë, nëse ne tundim, ne prandaj e hodhëm këtu, atëherë, ato si kur fillojnë që të shkunden, ja. Kuptohet, ato si thërmiza të vogla, to ekstraktohen shumë herë më lehtë, dhe si thuash, ka një përqindje shumë më të lartë të këtyre lëndëve aktive që ne përmendëm, uji merr atë ngjyrën tamam si arë,
një ngjyrë ari. Edhe të konsumuar, ka filluar të marrë një ngjyrë më të herë, po verdhë. edhe lulja e arit. Atëherë, ja, këto do të fundosen kështu, i vihet një kapak gotës përsipër, e lëm 10-15 minuta dhe e pim çajin. I mrekullueshëm. Mund të merren 2 deri në 3 gota në ditë. Bukur fort. 7 deri në 10 ditë të muajt, ose edhe më shumë po të merret, nuk ka absolutisht asgjë të keqe. Ndikojnë në këtë balancën hormonale? Në Është e fuqizimin? mrekullueshme, tham, fal fitoestrogenëve që ndodhen tek jo bima, plus edhe atyre mikroelementeve, jo zinku, jo hekuri, jo seleni. E kuptojmë? Atëherë është ky molibdeni me gjysmë sasi të paktë, po ndikon për mirë në organizmin e njeriut. Edhe personat që vuajnë nga tiroidet, për shembull, fal pranisë të mikroelementit të selenit, mund ta përdorin me shumë efikasitet lulen e kalendulës. Bukur. Faleminderit doktor për gjitha informacionet që përcollëm për këtë lule të mrekullueshme. Tani është momenti që e fjalës tuaj t'ju presim me telefonatat që sapo kanë bëritur dhe që janë pa numër sot. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ju dëgjojmë pak larg. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Të bëj një pyetje, ju lutem? Po, ju dëgjojmë me kënaqësi. Kam nonën, e kam smur dhe e kam vizituar për zorën e trash. Po? Dhe ka dal me çarje zorës do. Qartë? Po i qartë, është fisur çari është në fund të zorës, në pjesën fundore, afër unazës të anusit, apo vazhdon edhe më lart? Vazhdon edhe më lart, vazhdon lart. Pra e kalon aty tek unaza në fund fare, është linea prota, një vijë që quhet, një si kufi ndarës. E kalon edhe këtë. Pra është më thellë se 5 cm. Edhe ka dhimbje, nuk i pushojnë dhimbjet fare me çdo lloj lati. Çfarë mund të? Për shembull, një krem me kalendulën me që ndodhemi fiks te ky emision. Neve mund t'ua përgatisim ose mund ta përgatisni edhe vetë. Merrni nga këto petalet kështu, ka urdisni në atë vajin e ullirit, në ndonjë vaj tjetër do të ishte më i mirë që të jetë më rigjenerues, të bëhet ai vaj kështu më i thellë se ky në ngjyrë, sepse më herë do të qëndroj më shumë. 4-5 orë që është vendosur, dhe atëherë hedhim edhe pak dyll blete. Për shembull, nëse kemi 50 ml vaj, të hedhim kështu në brendësitë e tij tashme 5-6 pika livando, sherebel, esencat e tyre, ndonjë vaj tjetër esencial, po në këto kufi nga 5 deri në 10 pika, 5-6 gram dyll blete, ky vaj kalendulës që është prodhuar, edhe vaj trëndafilit nëse kemi pak pika, 5-6 pika, dhe ndihmon shumë mirë në rigjenerimin e saj. Ose mund të kombinojmë prap ka lule basanit të njoma tashin me shumicë, kalendulën me lulen e basanit. Në të kundërt mund t'ja përgatisim neve. Për të qetësuar dhimbjet, por le të theksojmë kjo duhet të zgjidhi defekimin. Ky duhet të dalë jashtë lirshëm, shumë lirshëm. Të ketë kujdes me ushqimet, pa diskutim, asaj kapsliku, konstipacioni, ja ka gërvishur zorën. Atëherë mund të shtojmë pak druna kuq në çajra, mund të shtojmë këtë vajin e lirit, ose të bëjmë një gotë si detoks në mëngjes. Një gotë ujë të ngrohtë, të vakët, një lugë supe me fara liri, një lugë çaj me fara chia. I ka urdisim kështu, i përziejmë, le të themi 5-6 minuta, nga pak, nga një herë në minutë, dhe ai ujë do marri pamjen e një xheli. E merr këtë ujin kjo e pinë dhe kjo e ndihmon shumë mirë në jashtëqitjen. Atëherë më pak do të na gërvishet zora e trash. Pas kësaj, vendosim këtë kremin që kemi përgatitur, ose marrim atë kremin e hemoroideve, i ka të gjithë përbërësit brenda, këto që theksova unë. Dhe njëkohësisht mundet që të marrim për të qetësuar dhimbjet brenda 5 minutave. Ne kemi theksuar atë qepën e pjekur, të cilët shumë herë bëjnë si komedi në shtëpi. Por kjo është me të vërtet shumë e suksesshme. Pra, piqeni një qep në furrën e sobës, le të themi në 100 gradë.
do ta lëm të ftohet dhe ndërkohë atë cipën e djegur të saj e heqim. Qepën e pjekur e bëjmë si brumë, e hedhim në një farsolet dhe e ngjisim drejt për drejti në lëkurë të kanusi. Brenda 5 minutave zonja nuk ka më dhimbje. Mbaja qepën sa duash, hiqe, shplaju me pak ujë të ngrohtë dhe përsëri vendosi pak nga kremi i hemoroideve. Super. Presim një tjetër telefonat, ju lashe të shpjegonim të plot. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si jeni? Faleminderit. Desha të pyesja doktorin, kam në djalin, ka një problem, ka skuqe i thëmë fyti, gjithashtu kishte një javë me bark, edhe çdo gjë që ha ka dhimbje. Mi po tani barku i pushoi deri një herë në ditë, nuk po ka dhimbje kështu si prerje stomaku, edhe kur fle natën edhe gëret. E ka dhe edhe kështu hemoroide mbrapa. Është 28 vjeç. Atëre po të shikojmë moshën, nuk duhet kishte hemoroide, se këto konstipacionet krijojnë moshat më të thyra, por çuni ose nuk ushqehet mirë me ushqime me gjellë me lugë dhe ushqet me gjëra të thata, dhe këto e vështirësojnë tretjen dhe jashtëqitjen, ose në bazë të shenjave që na përmendi, edhe gërhitja, edhe vështirësinë të dalurin jashtë, edhe hemoroide, çuni mundet që të ketë parazite, edhe kjo pare atij në pjesën e zorrëve dhe të stomakut. Atëre, lulja e kalendulës është e përshtatshme për këto raste. Mund të kombinohet edhe me këtë luljen e akes, sepse fëmia mund që të ketë parazit në organizëm. Pra bëjmë një kombinim 4-5 lule kumaku, një lugë gjelle me lule ake në 2-3 gota ujë. Edhe finok, që të gjitha kjo i gjen pa diskutim, marrim dhe i japim 2-3 gota çaj në ditë nga kjo, dhe tashi do të vemi tek pjesa e fytit, e bajameve ndoshta, ato tashmë duhet ishin të zvogluara, por qëllon që ju infektohen shumë njerëzve edhe megjithëse janë mosha të rritura. Atëre, për streptokokun dhe për stafilokokun, kjo kalendula është e mirë si bimë antibakteriale, por neve do të na duheshin që të fusnim për shembull në kombinim, të fusnim pak rigon, pak trumëz, ose të marrim atë çajin që është enkas për këto parazitët, duke shtuar pak atë bishtamithin, lulen e basanit, propolisin e bletës me rigon. Për erën e keqe të gojës, do të ishte shumë mirë ai vaj kokosit të kombinohet me esencë finoku, dhe ky për shembull do të ishte shumë mirë të bënte një si shplarje të gojës me një lugë çaj vaj kokosi dhe të pi 2 lugë kafe në ditë. Pra vaj kokosi, po e quajmë 100 ml, 2-3 cc esencë finoku. Heq këtë erën e keqe të gojës. Për gërhitjen e kemi theksuar ose vaj dafinës ose vaj sinusesh. I vendosim 2 pika këtu në pjesën e midis buzës së sipërme dhe hundës, fëmia do të flër normalisht i qetë dhe nuk do të ketë gërhitje. Por të eliminojmë një herë shkakun, se pasoja pastaj eliminohet shumë lehtë. Absolutisht. Kjo është e rëndësishme për çdo sëmundje. Gjejmë shkakun, të eliminojmë atë dhe më pas të merrem me pasojat që ka lënë pikërisht ky faktor i rëndësishëm në çdo lloj problematike shëndetësore. Unë të falenderoj doktor për të gjitha shpjegimet që dham, kaq ishte koha e mjaftueshme për kalendulën, edhe ndoshta për telefonatat të tjera që do të kemi mundësi për të hënën e ardhshme me tematikën e radhës, por gjithsesi për çdo pyetje që u keni, stafi doktorit në Instagram, me Instagramin e Limeria, mund t'ju kthejmë përgjigje, mund t'japin, është një tjetër dritare ku mund të drejtoheni për të bërë pyetjen tuaj, kështu që mund të merrni dhe aty një përgjigje, është në dispozicion vajzat tutore dhe djemt në stafin tuaj. Faleminderit edhe një herë. Ndërsa për gjithçka që u tha këtu edhe për 2 telefonata, do t'jem patjetër në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Faleminderit që na ndoqët, kalofshi një ditë të bukur, shihemi nesër. Mirupafshim.